Letja fillojmë nga Glauk Konjufca me numër 2. Albin Kurti është i pari, Glauk Konjufca i dyti, ashtu sikur se në zgjedhjet e kaluara edhe tash kur janë numëruar mbi 40% të votave për deputet. Renditja në listën e kandidatëve për deputet në lëvizjen vetvendosje mbetet e pandryshuar. Sipas rezultateve preliminare, numri i votave për Kurtin ka shkuar në mbi 140.000, ndërkaq Konjufca i ka mbi 110.000 vota. Top 500 në vetvendosje, e cila do të ketë të paktën 56 deputet. E mbyll Albin Haxhiu me rreth 60.000 vota, pasuar nga Hekuran Morati me vota gati të njëjta. Me Donika Kërvallë në vendin e 5 me mbi 50.000 vota aktualisht. Gjelas Veçla, Hajrullah Qiku, Avni Dehari, Mimoza Kusari dhe Ejub Macedonci. E mbyllin top 10 duke grumbulluar vota ndërmjet 30 e 40 mishit. Në Partinë Demokratike të Kosovës, e cila i ka siguruar 23 deputet, kryetari Bedri Hamza prin me mbi 60.000 vota. E befasi në këtë listë është Arjan Tahiri, ish kandidat për kryetar të Mitrovicës, që është i dyti me numrin më të madh të votave. I tretë është përparim Gruda me rreth 30.000 vota, pas tij Uran Ismaili me mbi 20.000 vota dhe Sala Eshari për ta përmbyllur top 500 me gati po aq vota. Sekretarja përgjithshme e PDK-s Lora Citaku është e gjashta, pasuar nga Arben Mustafa. Enver Hoxhaj, Rahman Rama, Eman Rahmani dhe Ganimeti Musliu, të gjithë ndërmjet 11.000 dhe 17.000 votave. Edhe tek LDK-ja, e cila do të ketë 15 ulse në kuvendin e ri, prin kryetari Lumir Abdigjiku me mbi 30.000 vota, e dyta Hikmete Bajrami me mbi 20.000 vota. Pasuar nga Uk Rugova, i cili radhitet i treti me afër 20.000 vota po ashtu. Top 500 e mbyllin Avdullah Hoti dhe Dorsa Kica Xhelili me rreth 15.000 vota. Kujtim Shala, Anton Çuni, Lutfi Haziri, Janina Ymiri dhe Jehuna Lushaku Sadriu e mbyllin top 10 në LDK-s, e cila i ka 5 deputet më pak. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të jetë pjesë e kuvendit me 6 deputet. Në listë prin Ramush Haradinaj me mbi 15.000 vota, pasuar nga Daud Haradinaj dhe Besnik Tahiri me rreth 10.000 vota. Bek Berisha dhe Akim Qeku ndërmjet 6.000 e 7.000 votave janë në garë për ulsin e 5 të deputetit. Me numër 3, Time Kadriaj. Me qenë se deputetja e tretë për shkak të kuotës gjinore do të jetë Time Kadriaj, duke renditur të katërtin Besnik Tahiri. Deputetja e 6 e AK-s po ashtu për shkak të kuotës gjinore do të jetë Albana Bytyqi. Sipas rezultateve preliminare në legjislaturën e re, lëvizja vetvendosje do të ketë 56 deputet, PDK 23, LDK 15 dhe AK 6 deputet.